Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Po ju bien flokët, kjo recet me hithra është zgjidhja për këtë problem. Flokët u bien të gjithve, nuk është më çudi. Në disa raste, rënja e flokut i atribuohet ndryshimeve të stinës dhe në disa të tjera, mungesës së vitaminave. Megjithatë, në këtë video ju do të mësoni arsyet shumë herë të tjera dhe më befasuese të rënjes së flokëve. Medikamentet. Shumë medikamente, siç janë për shembull holluesit e gjakut, solucionet kundër akneve, të pasura me vitamin A, ilaçet kundër artritit, depresionit, për zemrën dhe tensionin kanë efekte anësore. Një prej këtyre efekteve është pikërisht rënja e flokut. Lindja e një fëmije. Pas të lindjes së fëmijës, nëna humbet shumë flok për shkak të stabilizimit të hormoneve. Rënja e flokut ndalon 3 deri në 6 muaj pas të lindjes. Mungesa e hekurit. Rënja e niveleve të hekurit ndihmon tek shëndeti i flokut. Nëse në organizëm keni pak hekur, atëherë ju do t'ju bien flokët. Thonjë do të bëhen më të brisht dhe lëkura juaj do të jetë e verdhë dhe rrahjet e zemrës do të jenë të shpejta. Stresi. Stresi e plogështon sistemin imunitar. Shqetësimi dhe ankthi pengojnë rritjen e flokut dhe nxit rënjen e tij gjatë krehjes. Larja e flokëve. Përdorimi i tepërt i solucioneve të larjes së flokut, krehja dhe gjithashtu fërkimi gjatë dhe pas larjes me një peshqir nxit rënjen e tij. Tharset. Tharse dhe instrument të tjerë për dhënien e formës së flokut, llaku, boja e të tjerë kanë ndikim të madh në shëndetin e flokut. Domosdoshmërisht floku do të bëhet i brisht dhe do të këputet më lehtë. Sëmundjet. Besojeni ose jo, rënja e flokëve është një simptom e përbashkët e 30 sëmundjeve, përfshirë ato që rrezikojnë tiroidin apo imunitetin. Njeriu t'i bien flokët edhe kur është me grip, ka temperaturë apo ndonjë infeksion. Duhani. Flokët nuk janë imun ndaj duhanit. Toksinat e ktymi i duhanit kanë një ndikim të fortë tek floku, duke penguar rritjen dhe nxitur rënjen e tij. Çrregullimet me të ngrënin. Anoreksia dhe bulimia janë 2 nga çrregullimet më të forta të ngrënit. Ato manifestohen edhe me rënjen e flokut sepse trupi nuk merr ushqyesit e nevojshëm. Këto çrregullime mendore duhen trajtuar nga një mjek profesionist. Ne këtu do t'ju sjellim një kur me veti të forta, me bimën e hithrës, e cila forcon rënjen e flokëve dhe parandalon rënjen e tyre. Lëngu i hithrës dhe si ta përdorni. Ne ju udhëzojmë që të zgjeni një grusht me hithra të njoma ose të thata në 250 ml ujë për 10 deri në 15 minuta dhe lëreni më pas të ftohet. Përdoreni pasi të keni larë dhe shpëlar flokët siç bëni zakonisht. Më pas, masazhoni flokun me lëngun e hithrës, sidomos tek pjesa e rrënjëve të flokëve dhe skalpit të kokës. Mbajeni për 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlajeni. Përsëriteni këtë kur të paktën 2 herë në javë. Vezë dhe vaj ulliri. Trajtimi i cili forcon flokët dhe ndihmon kundër rënjes. Rënja e flokëve dhe gjithashtu problemet me dentësinë dhe shkëlqimin e tyre janë probleme të cilat prekin rregullisht femrat ashtu edhe meshkujt. Përtej trajtimeve mjekësore, shëndeti i flokëve mundet që të përmirësohet ndjeshëm fal këtyre kurave natyrale. Aloe vera. Aloe vera përbën një kur të shkëlqyer kundër rënjes së flokëve. Ajo qetëson dhe zbut gjithashtu skalpin e kokës dhe krijon një mjedis tepër të shëndetshëm për rigjenerimin e qelizave të flokëve. Aloe vera ndihmon në eliminimin e yndyrës, e cila parandalon rritjen e tyre. Ju mund të përdorni rregullisht gjelin e aloe verës për të masazhuar skalpin dhe për të ushqyer gjithashtu flokun.
Ne ju këshillojmë ta mbani këtë masë për rreth 10 deri në 15 minuta dhe më pas ta shpërlani. Më pas mundet që ta lani kokën me shampon e zakonshme. Jamballi rekomandohet për të pastruar skalpin e thatë dhe të irrituar. Jamballi çel gjithashtu poret dhe gjithashtu forcon rrënjët e flokëve dhe dobëstimi i së cilës bëhet shpesh shkak për rrënjën e flokëve. Jamballi mundet që të konsumohet çdo javë në formën e çajit. Lëngu i qepës. Ekspertët thonë se lëngu i qepës është shumë efikas për rritjen e flokut dhe që funksionon me të vërtetë. Qepa përmban gjithashtu sulfur dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, nxit prodhimin e kolagjenit dhe gjithashtu lufton bakteret të cilat prekin skalpin dhe sipërfaqen e tij. Ju mund ta lyeni skalpin me lëng qepe dhe ta mbani për 15 minuta. Më pas mundet që ta lani kokën me shampon e zakonshme. Vaj i rozmarinës. Vaji i rozmarinës është një kohësisht ideal kundër zbokthit dhe infeksioneve të lëkurës së kokës. Ky vaj gjithashtu ndihmon kundër rrënjës dhe ka një rol të fortë dhe tepër stimulues për rritjen e tyre. Vaji i rozmarinës mundet që ta aplikohet direkt në rrënjë për efikasitet më të lartë. Hudhra. Hudhra forcon flokun në një mënyrë tepër të ndjeshme. Njësoj si qepa ajo është e pasur gjithashtu me minerale dhe vitamina të cilat e ushqejnë dhe forcojnë flokun. Ju mundet që të përzjeni në mikser disa thelpi hudhër dhe pastaj ju të formoni një masë të trashë të cilën mundet që ta vendosni në skalpin e kokës, ta mbani atë për rreth 10 minuta dhe më pas të lani flokët me shampo si zakonisht. Një kurë e tillë gjithashtu shërben dhe ndalon menjëherë rrënjën e flokut. Uthulla e mollës. Bllokimi i rrënjëve të flokut dhe nga bakteret shkakton gjithashtu rrënje të mëdha të flokëve. Për të parandaluar një gjë të tillë ju mundet që të shpërlani flokun tuaj me një përzierje të sasive të barabarta të uthullës dhe gjithashtu të mollës dhe ujit. Veza. Maska me vezë është një nga kurat më të mira natyrale kundër rrënjës së flokëve. Veza nga ana tjetër përmban sasi të larta tek proteinat e cila rikthen flokun në gjendjen e mëparshme. Në një tas qelçi ju duhet që të përzjeni një vezë me një lugë gjelle me vaj ulliri. Më pas të lajni flokët siç bëni zakonisht me shampo. Këtë kurë mundet ta përdorni një herë në javë. Rozmarina gjithashtu ka qenë e njohur si një bimë shëruese që nga kohët e lashta dhe për këtë i është përkushtuar perëndeshës Afrodita. Rozmarina është e njohur dhe e përdorshme për qëllime të ndryshme shëndetësore, duke filluar që nga mahnitja me aromën e saj, përdoret për të ndihmuar tretjen, fytyn e lënduar dhe ftohjet. Gjithashtu ajo ka dhe efekte të dobishme në kozmetik ashtu si në lëkurë dhe në flokët tonë. Rozmarina përveç se shërben për shëndetin ton, ajo është efikase edhe për rritjen e flokëve dhe për të ndaluar rrënjën e tyre. Kjo përzierje është shumë e lehtë, ndaj ju nuk keni nevojë që ta largoni nga flokët pasi do të largohet vetë. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të kombinoni 2 lugë gjelle të gjetëve të grira të rozmarinës me 300 ml ujë. Pastaj me përzierjen e fituar ju duhet që të trajtoni flokët, duke filluar nga fundi dhe deri tek rrënjët. Kjo përzierje është shumë e ulët, ndaj edhe nuk keni nevojë që ta largoni nga flokët pasi do të largohet vetë. Gjithashtu, provojeni këtë trajtim pasi të dilni nga dushi dhe nuk do të keni nevojë që ta praktikoni më shumë se një herë në javë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.